Ajo datë ka qenë dita më e shëmtuar e demokracisë shqiptare. Këtë qëndrime ka mbajtur atëherë unë, sepse i vetmi mjetë komunikimi ka qenë koha jonë, ka patër tjetër. Dhe në kohën tonë, në këtë periudhë ka artikull timin për këtë gjështje. Por gjithsesi përsëri po e nënshkalojmë. Servetin në kam njojtur në 94-ën. Nuk kam patur kontakt me të. Nuk ishte ajo figurë populiste. Por në 94-ën, në referendumin e kushtetutës, ne ishim palë kundërshtare reale në Pogradec. Dhe ka qenë një ngjarje kur në një miting që bëri Partia Socialiste, që ishte Servet Plumbi, sepse ai mori drejtimin realisht të Partisë Socialiste me arrestimin e Nanos së bashku me Doklen, të dy kanë qenë dy figura që ishin pjesa politike e procesit, se pastaj ishte dhe pjesa organizative që ishte Garmazruçi e tjerë, por që nuk ishin publik në kuptimin e komunikimit politik. Komunikim politik praktikisht në atë periudhë drejtuesi i Partisë Socialiste ka qenë Servet Plumbi dhe Namik Dokle. Dhe atje pati në skemën e asaj filozofie për të sulmuar kundërshtarin, pati dhe sulm fizik nga militantët tanë të Servet Plumbi, dhe unë jam futur në debate me militantët, sepse normal nuk e pranojnë gjë të tillë. Ky ka qenë kontakti i parë që kam patur unë me Servetin, nuk kam patur kontakt me të, por një gjë duhet të thënë që është vetëm një figurë lart politike, e cila nuk është anotemuar as edhe një herë nga Sali Berisha. Mbaroj, po jam gati të sfidoj për këtë. Drejtuesi, ku ka lënë njëria i jashtë. Shiko, është... Pse për shembull sot nuk shkojtë në bande 1 minutë eshte? Edhe njerë nuk është anotemuar dhe kam një arsye për të thënë pse. Okej. Sepse ju në editorialin tuaj kishit shkruar, kishit artikuluar disa gjëra që janë të vërtetë të mëdha për të person. Ai ishte ideologu i transformimit nga parti punë në parti, ka qenë underground në momentin e parë dhe pastaj drejtuesi real politik. Ruajti një staturë absolutisht jo populiste. Por ka qenë së bashku me Mejdanin duhet edhe Mejdanin. Ka qenë personi... Dakor, po 96 ka qenë personi më i respektuar, unë flas për 94-ën, sepse ai ishte momenti më decisiv i lëvizjes së mëtejshme të Partisë Socialiste. Ju keni kapur një moment atje që nuk e njeh opinioni publik. Tendenca e Sali Berishës për të marrë Partisë Socialiste. Me delfinët e pamshëm. Ishte gjashtë. Dhe në qoftë se sot do t'i kthehemi gjashtë, do shohim se përse pikërisht është kjo alancë sot. Po ti përmendi pra. Ajo gjashtë. Ilir Meta ishte i pari. Vazhdojmë, të tjerët nuk kanë nevojë më mtutje. Dhe nëpërmjet saj, Sali Berisha ka bërë një diversion të jashtëzakonshëm për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste. Natyrisht ka qenë, unë po kap këta dy elementë, sepse për mua këta kanë qenë dy më aktivët dhe dy që unë i shifja personat cilët kishin një stoicizëm më të qartë dhe më protagonist. Dokja ishte më protagonist në opinion, por Serveti ishte ai i cili praktikisht ishte drejtuesi jo i mirë pranuar, po më i respektuar nga të gjithë grupimi i Partisë Socialiste. Fal kujt? Fal faktit sepse ju me drejt kapët që është personi i cili deri ditën që ndoroi jetë nuk pati gjysmë fjale për korrupsion, për të gjysmë fjale. Nuk pati gjysmë fjale për përdorim pushteti. Nuk pati gjysmë fjale për shpërdorim pushteti. Sepse mos harrojmë që ishte dhe kryetari i parlamentit. Dhe është figura më absolutisht e pakontestuar. Ishte komike në sensin e mirë të fjalës. Dhe ka që kam kuotën, kupton? I ndershëm deri në utopi, domethënë. Shpeshherë ne themi që gjë më e mirë për të mos u kritikuar është mos bësh asgjë. Por Serveti nuk është kritikuar sepse ka bërë gjërat ashtu siç duheshin. Serveti është i pakritikueshëm duke bërë rezistencën më kryesore ndaj Sali Berishës në atë periudhë, duke drejtuar në mënyrën më perfekte të mundshme rimëkëmbjen e Partisë Socialiste, aq pas goditjes që i dha me arrestimin e Fados Nanos, dhe në mënyrë posaçme në administrimin e Theshtatës. Në Theshtata kishte revansh nga ana e Partisë Socialiste dhe ishte normale. Por ky revansh u administrua në mënyrën më të pjekur duke mos u kthyer në revansh. E vërtetë është. Dhe në qendër të gjithë këtyre veprimeve, duhet thënë absolutisht, ka vetëm një emër.
i cili të bënte drejtimin politiko-ideologjik të Partisë Socialiste. Thash, pjesën organizative e bënte tjetër kush, por pjesën ideologjike, atë formimin e mënyrës se si duhet menaxhuar profili organizativ dhe patjetër profili i ideologjisë. Megjithatë, do të sfidojnë që Tete Sali Berisha s'ka guxuar kur ta sulmoj Servet Plumit. Ta ndjekim pak Sali Berishën në 2003, debatin e tij pikërisht me kryetarin e Kuvendit. Zotë kryetar, mos ndërhyni. Pregaditu ti je fuqisht, ke dhurua kushtetutin. Ku i ke bëndat, fut bëndat parlamentit. Vazhdo, se ke humbu logjikën fare, Ti je vazhdo. fuqisht. Ti je fuqist i parlamentit. Vazhdo. Ke për puqin. Vazhdo se më Ti je bëndem. fuqist. Kjo ka qenë edhe kësaj radhe, situata në parlamentin ku 3 ditë më parë media Atëherë është kronika e Tove Klanit, paradoksalisht kam qenë editor i lajmeve atëherë në 2003 në Skënder. Mere? Para se të kalojmë tek... Më falë Skënder, sepse më falë, Shife është artikulim politik, por nuk është futur mbrapa vrimës të Chelsea. Unë këtë i quaj akuzë. Vrimën e Chelsea, karakteristike Berishës për çdo person që ai do të godasësh të pamjen nga vrimi e Chelsea, të futej në krevat dhe pastaj fillonte nuk linte gjë për bërë. Aty e shijonte, pastaj duke na parë. Po, është i pari ti. Më fal Skënder. Skënder, po. Unë mendoj që roli madhor i Servet Plumit politikën shqiptare de facto ka një datë. Mendoj është dita kur janë vënë prangat kryetarit Partisë Socialiste. Ishte një parti e cila kishte humbur rënd zgjedhjet e përgjithshme, paradoksalisht 3-4 muaj më vonë kishte fituar zgjedhjet lokale, dhe ndoshta kjo shënoi fatin edhe të Nanos, sepse trëmbi shtetin i cili më vonë, një vit më vonë do ta fusë në burg. Dhe Fiks në korrik 93, fiks. Që nga korriku i 93-shit, Partia Socialiste ndodhi pra në zbatic në raport me faktorin ndërkombëtar, ishte ende me vit kuqe nga Amerikanët dhe Evropianët cilë dhe shihni më shumë si një parti komuniste, se sa një parti e shndruar socialiste, ishte në tentativë. Duhet pusëm të dhe akuzat e nanë, ose në gjyq që ta mua më kam fundur burë Amerikanët e tjerë, pra ishte një marrëdhënie e tensionuar me... Po Amerikanët kishin bërë, një vit për para, Sogul kishin bërë fushat me Berishën që të vinde, normal djede, Ryerson kishin... Doja është investim Amerikan, kjo është pak, ka qënë pak. Po mundohet të lexoj momentin e vakumit dhe të vështirësisë politike në cilin Servet Plumbi dhe treshja tjetër, katërshe e famshëm, po ku Plumbi ishte viorin e parë, morin dorë partinë. Për mua, ai moment është edhe më i vështirë se sa ajo fotografia shumë dramatike që është 28 maj të 96. Që nga ai moment, Servet Plumbi, unë mendoj se mbajti në këmbë në mungesë të kryetarit, një parti e cila fitoi referendumin